Po foli true story, qatit me të semafori. Vazhdo ti. Qoshni kena shumë kimi me Gjensilën. Gjithë këtë djallë single. Single asnjoni. Flasim pak për familjen tënde, sa të kanë shty për para, si Gjeri, si Agroni, e pastaj kthehemi te lidhjet të tuaja. Se i ki pas po mdo këtë krah shumë të fort, apo? Po, Një djallë, a e kanë lasdru Ledrin shumë, a e kritikojnë Ledrin, Agroni edhe Gjeri? O, krejt mi thojnë në sy. Nuk më kanë lasdru e gjalla. Jo. Ja. I ki pas krah, a e qënë kongën me ndëgju dhe ata njëherë, apo jo? Po, a din qysh. Për klipet ma shumë foli me babin, se babi është... Në fush ti. Po, është profesor i montazhës, plus regjisor. Edhe e saj përket kongë, tekstet, ma shumë foli me nanën, me Gjerin, se ajo është edhe poete. So, i ku marrë për 2 bota, ku marrë, edhe mu kanë lidhë shumë mirë në muzikë. Edhe puna e klipeve, edhe puna e teksteve, edhe kongëve. So, kur kom trekat mirë që mjallëshu, jalëshaj. Do trekat që s'ba mjallëshu, nërë i kursej. Poemen e keni herë një hapë. Po mendoj, vikendeve a qështë e keni advice të bukur si drita? Kur ti mungën, kur të lyp me shku të mami, shkën të mami, kur të lyp me orë të babi, vjen të babi. Kena shumë raportet si mira. Si dritë është? Bilet, kish jetu edhe Sara në Prishtinë, ishim po mënoj, kish najt kur tonë të unë, kur jemi shumë easy e kena, shumë i kena raportet e mira. Vajzë e mbarë, duket e bukur. E kom pa edhe një ditë në prej restoranteve në Prishtinë, si drita e keni vajzën, e pa që të me e gjatë. Faleminderit shumë. Kush je ti? Kush jam unë? Po, kur je veç me veten? Unë kom qef me najt vetë shumë. Po, kom qef, jam introvert. Kom qef me këqyr filma. Najherë kom qef me lujt video games. Me sharat të kanterashat atje. Filma, dokumentar. Najherë me ledzu në sen. Po, kom qef me najt vetë shumë. Po nisna prej kongës fundit që është bo me Gjensilën, ka pas shumë zhurma për këtë kongë, ju dukeni shumë bukur të dy në videoklip, por kongën që është me rëndësi fillimisht e kam prit jashtëzakonisht mirë. Kongën, unë klikimeve dhe kështu, TikTok, nuk i besoj, mas shumë të i besoj kur shkoj në koncert me Knu, kur që aty që presin, kur e presin aty mirë, që atër e dia o pëlqy konga. So, shtunën kesh në Tiranë, edhe si u lëshu konga për fillimi dhe në fund e kanë Knu që e të bënë. Ja, e kemi vrejt edhe ne në radio që është kërku konga. Ma ishtë shumë. Ma kthe. Por mbasi jemi të kjo bashkëpunim, a është veç bashkëpunim, apo titujt e medjave janë të vërteta për një relacion ma të afërt mes teje dhe Gjensilës? Kena pas shumë kimi, edhe në studio, edhe në klip, edhe kështu, edhe në shoqni kena shumë kimi me Gjensilën, edhe, ja. Po dhe, veç, klip. Okej, që shqytë se s'të kuptova. Se me pas kimi është diçka ma e madhe. Po, edhe me ty kom qësa shpundohë që kena kimi në studio. I like it, mirë po shkon në intervista. Ledrip, se si u përgjigjesh kur medjave, për shembull, dalin me pamje të kam pa në Angli me një vajzë në Amsterdam. Kur si e përgjigje, po jam, jo si jam, a i lem veç shtu me fola? Titër. Kur, ja, se di. Kur... S'ka lidhje. Jo, por dëshysh. Po dhe po jo në mes, një... Se do të madhë, po letë folje, bre, letë folje. Për qa? Me kan je? Me kan jam... Ose a je me dikan? Nuk jam me kërkan, vetë jam. Sot po, në studio po, për shtu. Jo. Sot po të qa? Jam gjdo... A je single? Gjdo, jo, jam me qikin tem. Po, okej, do me dalë. Shkriva, krejt. Para se me dalë të poema, a je single? Single. Single je? Po, single. Gjithë këtë jallë single? Single as njone. A je hala i njëjti me femnat, si në 2010-ën? Jo, shumë ma i mirë jam. Se po kesh ne. S'porraj. A të lodh, qaj bjen kjo shumë ma i mirë jam? Ma i mirë, ma i pjekun. A ma i pjekun. A të lodh ma shumë... Ma pak i lasdrum. Për çka të njohin njerëz mas shumë ti? Ledrin, për çka njohin? Për djalë të mbar? Rrethja? Po, yti.
Se Rrethi na e jam. njohim ndryshe, po. Për që jam njojnë? Yeah, I think s'ja u prishi. Që s'ju prish, shkojmë Yeah, aty shkon. Po, shkojmë aty, I'm easy going. Nëse kështë bashkëpunu me një artist që është botror, internacional, cilë kish me konë që aj artist kisha pas qef në ditë. Emna të mdhaj, s'po di cilin me përmen ma përpara, se është lista shumë e gjatë, nuk mëj me selektu një, po jënë dy që i kom pas favorit gjatë jetës, jënë Semi Deluxe, është një reper gjerman, edhe Science Supakru është një varë grupi frances që pak njerëz do repera mujnë mi dit, mujnë mi njoft, po qëta dy janë që më kanë influencu shumë gjatë jetës, kësa më konë të u zhvillu si reper. Ka dalë së fund me një fotografi edhe me Bebe Rexhen, a pritet me pas diçka prej këngëtarëve që kanë ecë shumë mirë jashtë e qenë me prejardhje shqiptare? Po, në fakt Bebe si kështë pëlqy konga që me ndë mëj, edhe i ka pëlqy qa po bëhet e na, edhe ka shprej dëshirë më ardhë me punu. Pritet me bo një kong ledri me Beben? Yeah, qëra. Kur nuk, më në po të thëmë, Hajde. unë kur nuk i bë, te bojna një kong bashkë, shko në studio, del sa një fort, bam. Po do me thonë ju e keni vendos diçka me bo bashkë. Bebe ka porosit kong me bo. Absolutisht, po thëmë që e keni lutë njëni. Më ka porosit me abo do sana. Qa ngon kërë. Yeah, që angojnë kjerë singin, ngoj kreshën festimin, putën, lumin. Yeah. Një album? A jemi tu e prit një album? Po, Kur? A je tu punu në album, apo prap në kong me bashkëpunime, apo... albumin gati e kom, veç kur të është gati me lansu e lansej. Në kom lënë datë veç kur del në ditë. Okej, mirë. Po është afru? është gati? Gati është, ja. Gati u kun. E bashkëpunim tjetër, a do të kemi? Kom e pas bashkëpunime verë, kom bo shumë kong me... Këna eksperimentu shumë si vjetë. Kom najt të në dimni në studio. Po foli true story që atë të majtë semafori. Vazhdo ti? Qa të të majtë semafori, moni haqë hini njoni shumë afro 1 milioni. Mosu alarmoni, moni se alarmi zboni, dishin që dhela ka lapla një të Dithiri milioni. Për 100 problemeve, jënë zgjidh 100, po fatkeqësisht po dilshin 3-ja, po do të më boj fort me gjithë zgjidhje edhe për 3-ja. Qash mujna bujnë? Jeta, sot qënë poshtë, sot qënë naltë, qënë poshtë, po vështë bon ma të fort.